Për herë të parë në gjykat ka dhënë deklarime bashkëpunëtori drejtësisë Artan Tafani që zbardhi 17 ngjarje kriminale të kryera nga banda që drejtohej nga Laert Haxhiu. Tafani, i njohur ndryshe edhe me emrin Marius Tafani, tregoi për vrasjen e parë që kreu me porosi të Haxhiut, për të cilën mori edhe 25.000 euro. Më thot Laerti, do të bëjmë një punë. Aty hapet muhabeti vrasjes Çajup Selimit në Tepelen, se prisja. Do ta bësh, më thot mua, s'më tha emrin atë natë. Emrin e mësova pasi u bë puna, për vrasjen mora 25.000 euro pas një jave. Ngjarja më tronditësi ishte vrasja makabre në Korçë e Fridman Xhaferit, i cili ishte edhe pjesë e grupit të Laert Haxhiut. Vrasja ndodhi për shkak se Xhaferi kishte kërcënuar se do të fliste në kohën që mbaj në burg për krimet e bandës së Haxhiut, por ky i fundit urdhëroi eliminimin e tij. Tafani tregoi me detaje dhe momentin e ekzekutimit dhe fshehjen e trupit të shokut të tyre në ujërat e rezervuarit në Korçë. Gjuheti një herë Lulzimi me kap në kokë, po ai lëvizi kokën. Pastaj Laerti tha, vrite. Lulzimi gjuheti mbrapa kokës, por ai nxirrte ende frym. E lidhëm trupin edhe me gomë që ta fundoste në ujë. Një herë nxori në sipërfaqe, pastaj e lidhëm me gur dhe hodhëm brenda. Në dëshminë e tij Tafani tregoi dhe përgatitet për eliminimin e avokatit Adriatik Guri, të cilin donte ta vriste Laert Haxhiu, pasi ndihmonte kundërshtarët e tij. Në dëshminë e gjatë Tafani tregoi edhe ekzekutimin e Elton Mermalit me porosi të Haxhiut, pasi ky i fundit dyshonte se Mermali ishte i përfshirë në vrasjen e xhaxhait të tij.